Fushata e 4 e rivlerësimit të pronave pritet të nisë në shkurt. Aktualisht ky proces është ende pengë i akteve nënligjore që duhet të përgatiten nga Ministria e Financave. Çka do të thotë se qytetarët që duan të rivlerësojnë pronat nuk mund të përfitojnë akoma nga norma tatimore prej 5%. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Ndërkohë, së shpejti qytetarët do të detyrohen të paguajnë edhe për sigurimin e banesave nga tërmetet. Shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar. Natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin do të subvencionohen nga ana e shtetit. Primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Për sa i përket fatkeqësive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj. Gjatë një konference me gazetarët, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj dha një koment edhe për problemet e ditëve të fundit të sistemit self-care që përdorin bizneset përmes portalit Albania për faturat e fiskalizuara. Sipas tij, bizneset kanë mundësi që të dhënat që nuk janë në gjendje të raportojnë në sistemin e fiskalizimit, t'i mbledhin dhe t'i raportojnë ato në një kohë të dytë.